Kjo është salla e takimeve ose holli i takimeve i Hotel Delle Palme. Nga data 10 deri në 14 tetor të vitit 1957 në këtë hotel, në organizimin e Lucky Lucianos, u bë takimi i parë dhe më i rëndësishëm mes mafjas amerikane Cosa Nostrës dhe mafjas palermitane. Të dyja mafjet ndërvepruan ose organizuan për një aktivitet të përbashkët. Jehona e këtij takimi është e jashtëzakonshme, jo vetëm për pjesëmarrjen e mbi 10 prej bosëve më të rëndësishëm të Cosa Nostrës amerikane dhe bosëve më të rëndësishëm të mafjes parlamentare, po sepse është i vetmi takim dhe e vetmja marrëveshje e cila vazhdon të jetë ende në fuqi. Pavarësisht se mafja është goditur fort në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është goditur fort në Itali, si të thuash, bazat e kësaj marrëveshje mes dy mafjave vijojnë të jenë ende. Takimi i Hotel Delle Palme në Palermo, një hotel luksoz i ndërtuar në fund të shekullit të 19 dhe i kthyer në hotel fillim të shekullit 20, mbetet në historinë e mafjas një prej takimeve klasike, vlera e cilit nuk ka vdekur ende. Pra nuk është thjesht një takim historik, po një lloj traktati i cili vazhdon ta ketë efektin e tij ende sot. Bëj fjalë për Cosa Nostrën amerikane dhe mafjen palermitane, të cilat u rakorduan për trafikun e drogës drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europës në një prej rakordimeve më të rëndësishme në historinë e krimit të organizuar në botë.